godinës së bashkisë. Dikush nga organizatorët kërkoj që të pritej dhe pak sa të vinin dhe të tjerë banorë që kanë njoftuar që do të vinë, por duket se tashmë ka një revolt që nuk ka pritur më njëri, po ka nisur marshimi, janë me dhjetra banorë të Durrësit nga zonat e prekura, të cilët nuk ka nduruar dot më këtë gjendje, pra të shtëpive, rrugëve të tyre, të gjitha nën ujë, megjithëse rreshjet nuk ka më rreshje atje, por uji vazhdon, qartësisht për shkak të infrastrukturës që nuk arrin dot të tërheqë ujin, dhe kjo ka bërë që revolta të dalë në rrugë tani. Klajdi, jemi në lidhje? Me turp është thirrja që bërtasin banorët në këto momente, pra teksa marshojnë tani në rrugët e Durrësit për të shkuar kështu drejt bashkisë, që e konsiderojnë si përgjegjëse atë dhe institucionet e tjera për mos funksionimin e kanaleve kulluese që do duhet largonin ujin dhe të hidrovorit, pra që do duhet largonin ujin pas përmbytjes. Por duhet se asgjë nuk ka funksionuar dhe vijon të mbetet jo funksionale, sepse uji vijon të jetë në shtëpitë dhe rrugët e lagjeve të Durrësit. E ndjekim tani këtë marshim. Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Ushiqo! 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 Dhe ke shkolla më së nëzirë më së bashkia. Korrupsioni na mbyti, jo shiu, lexon një nga parullat që mbajnë protestuesit. Ndërkohë që vazhdojnë të marshojnë tani nga zona kryesore e përmbytjeve në drejtim të bashkisë së Durrësit në qendër, janë me dhjetra njerëz që janë bashkuar këtij marshimi proteste. Bashkohuni me ne! 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 Si që koni në gjitha parullat është korrupsioni ai që cilësohet si fajtori për këtë situatë ku ndodhet Durrësi prej ditësh. Bani përgjegjësi! Bani përgjegjësi! Bani përgjegjësi! Bani përgjegjësi! Bani përgjegjësi! Ma bash. Korrupsioni na mbyti Josiu! 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 Nuk na mbyti shiu, po mbyti korrupsioni! Nuk na mbyti shiu, na 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 mbyti korrupsioni!
është e dyta proteste e tillë qytetare që ne ndjekim.